Të Pandehur Bojan Jeftić për veprën penale spionazh, I caktuar dënim me burgim në kozgjatje prej 6 vitesh. I Pandehurit ka pranuar fajësinë për veprat penale të spionazhit dhe të mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës, sipas përshkrimit në akt akuz dhe në marrëveshjen e nënshkruar nga pari. Prokuroria vlerëson se marrëveshja është arritur në mënyrë të lehtëshme, vullnetare, dhe pas konsultimeve të mjaftueshme të Pandehurit me mbrojtësin e tij. Sa njegovim branjevcem. I Pandehuri Okrivljeni ka deklaruar se e kupton natyrën e akuzave, benefitet dhe pasojat juridike të pranimit fajësisë. Po ashtu, prokuroria vlerëson se kjo marrëveshje është arritur da je ovaj sporazum postignut në interes u interesu të administrimit të drejtësisë dhe zhvillimit efikas të procedurës. Në veçanti duke marrë parasysh pranimin e fajësisë nga I Pandehuri në një fazë para ngritjes së akt akuzës. Dhe po ashtu, bashkëpunimin e Pandehurit sa radno okrivljeno me organet e drejtësisë sa organima pravde dhe gatishmërinë e tij I njegovu spremnost për të kontribuar në ndryshimin e këtij rasti penal. Pasi që gjykata odhen, nakon što se sud ubedio se janë përmbush da kushtet su ligjore, ispunjeni zakonski, merr këtë agredim, donosi ovo rešenje. aprovohet marrëveshja Usvaja se sporazum mbi pranimin e o fajësisë priznanju krivice e lidhur në mes Prokurisë Speciale të Republikës između Kosovës Specijalnog tužilaštva Republike Kosova me numër PPS sa brojem PPS 123 123 thy për 2024 2024 e datës 7 maj od dana 7. maja 2026 2026. në prani dhe me U pëlqimin prisustvu I uz saglasnost e të Pandehurit dhe mbrojtësit e tij. okrivljenog I njegovog branjevca. Gjykatës I rekomandojmë që të Pandehurit Bojan Jeftić të shqiptojë dënimet e parapara për veprat penale si në vijim. Për veprën penale spionazhi, Pandehurit Bojan Jeftić Okrivljenom Bojan Jeftić të shqiptohet dënim me burg efektiv nga 5 deri në 6 vite burgim për veprën penal, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim I paautorizuar I armëve, I shqiptohet dënim me burg prej 6 muajsh me mundësi zavendësimi me gjokë në shumën prej 2.000 euro. I Pandehur Bojan Jeftić Okrivljeni Bojan lidhur me dënimin deklaron u vezi kazne. Šta imate bezali? Poštovani sudija, Nderuar gjyqtar, uvaženi nderuar državni tužiče, prokuror cenjeni advokatu, dhe avokat, dozvolite mi da kažem samo nekoliko reči më o lejoni të them vetëm disa fjalë najtežem trenutku u mom životu. në lidhje me momentin më të vështirë të jetës sime. Časni sude, Nderuar gjykat, kao što sam već rekao, ja sam otac troje maloljetne dece. siç e kam cekur, unë jam baba I 3 fëmijëve të mitur, o kojima brinem. për të cilët kujdesem, Do sada deri më tani, nikada asnjëherë u mojoj porodici niko nije osuđivan, në familjen time askush nuk është dënuar, ni ja. as unë, Bio sam ugledan građanin, dhe kam qenë një qytetar I častan I ndershëm, pošten I što se može reći nikada që ni mrava nisam zgađao. mund të them që asnjëherë, asnjë milingon nuk e kam shkelur. Kao policijski službenik, Si zyrtar policor, časno sam obavljao svoj posao. me ndershmëri kam kryer punën time, Veoma se trudio I jam angažovao, munduar dhe jam angazhuar shumë, što pokazuje që tregon I najviše ocene koje sam dobio na kraju godine gjë za që svojih e vërtetojnë pretpostavljenih. edhe vlerësimet e mia më të larta, të cilat koje? Sam dobio na kraju godine Të svojih cilat I pretpostavljenih. kam marrë në fund të vitit. Poštovao svoje kolege I kam respektuar kolegët e mi I svoje pretpostavljene dhe të mbikëqyrësit e mi I bio poštovan od samih njih. dhe kam qenë I ndershëm ndaj tyre. Mogu mnogo da pričam o tome, Mund të flas shumë në lidhje me këtë, dhe kam qenë ndershëm ndaj tyre. o mom uspjesima mund të flas edhe për rezultatet e mia dhe sukseset e mia u Kosovskoj policiji, në policinë e Kosovës, što mogu da potvrde I svi moji gjë pretpostavljeni që mund ta vërtetojnë edhe mbikëqyrësit e mi,
Stoga se nadam Prandaj shpresoj da poštujemo ovaj sud i verujem u vas si dhe e respektoj këtë gjykatë dhe besoj në ju da ćete uzeti që do t'i keni u parasysh obzir sve ovo što sam rekao, të gjitha këto të cilat i kam thënë, a takođe e gjithashtu i članove 71 i 72 edhe nenet 71 dhe 72 ili neki drugi član krivičnog zakona Kosova, ndonjë nen tjetër të kodit penal të Kosovës Shafën një dhe 72, apo ndonjë nen tjetër të kodit penal, i u skladu sa vašim mogućnostima dhe konforme mundësitë tuaja donesete të sjellni najminimalniju kaznu. dënimin më minimal. Hvala vam napred. Ju falenderoj paraprakisht. për veprën penale spionazhi, i caktuar dënim me burgim në kozgjatje prej 6 vitesh. U trajanju 6 godina. Për veprën penale nga Za linji krivično delo 366, iz člana 366 paragraf 1, stav 1 i caktuar dënim me gjub izrekne mu se kazna në shumën prej 2000 euro. Kota në pajtim me nenin 76, të pandirë Bojan Jeftić, okrivljenom Bojan i Jeftić shqipton dënim unik izriče jedinstvenu kaznu me burgim në kozgjatje prej 6 u vitesh trajanju 6 godina dhe dënim me gjub i novčanu kaznu në shumën prej 2000 euro. Konfiskuat arma e llojit revolver, Oduzimas- po ashtu konfiskuat shuma takođe parove. oduzima se i iznos novca prej 2 milion dinar, od 2 miliona dinara, 500 franga zvistrane 500 švajcarskih franaka, dhe 10.220 euro. I- Mirë po të njëjtit i Međutim, kthehet shuma i istom se vrati prej iznos 3.217 euro, 3217 euro, pasi që për këtë shumë Na- i pandiri ka rritur të dëshmoj për Okrivljeni jardhjen e je kësaj. us- Në pajtim me nenin 59, u skladu sa članom dhe nenin 59. 62 paragrafi 1, Sa dhe të vjetan. pandiri Bojan Jeftić për faktin se në cilësinë e zyrtarit policor ka keq përdorur funksionin në shërbimin publik Je dhe është dënuar me burgim efektiv, post shqiptuar zatvora- dënim plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksioneve Zabre- në administratën publike u javnoj administraciji ose në shërbimin publik në kozgjatje prej u 5 vitesh, trajanju od 5 godina i cili dënim do të ekzekutohet pas mbajtjes së dënimit në Nakon- burgim. Sot mund të konfirmojmë që Prokuria Speciale ka arritur një marrëveshje për pranimin e fajësisë me të pandehurin Bojan Jeftić, togeri i Policisë Kosovës, dhe marrëveshje e aprovuar po ashtu edhe nga gjykata, me të cilin i shqiptoi një dënim me burg efektiv prej 6 vitesh, një ndalim për ushtrimin e funksioneve publike po ashtu për 5 vite pas mbajtjes së dënimit dhe sekuestrimin e një shume të parash prej 2 milion dinar, rreth 7.000 euro dhe 500 franga zvitrone. Marrëveshja është arritur në interes të drejtësisë dhe pas bashkëpunimit të pandehurit me organet e drejtësisë, i cili ka ndihmuar në ndryshimin e plot këtij rasti. Ky është rasti i tretë ku Prokuria Speciale përmes sigurimit dhe elaborimit të provave para gjykatës konfirmon dhe dëshmon ekzistimin e veprës penale të spionimit, ndërsa është rasti i dytë ku të pandehurit nga provat të cilat i prezantohen nga prokuroria pranojnë fajësinë për veprat penale të spionimit. Ky është rezultat po ashtu i bashkëpunimit edhe me institucione tjera të sigurisë, siç janë Policia e Kosovës, Agjencia Kosovare për Inteligjencë, Inspektoriati Policor i Kosovës dhe agjencione tjera, me të cilat kanë ndihmuar në ndryshimin e plot të këtij dhe të rasteve të tjera. Andaj, prokuroria mbetet e përkushtuar në luftimin e këtyre veprave penale dhe çdo kush që involvohet në ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve që kanë të bëjnë me cenimin juridik të rendit kushtetues dhe ndihmën e shërbimeve të huaja në këtë rast të shërbimit inteligjent serb, do të zbulohen nga Prokuria Speciale, do të hetohen dhe do të ballafaqohen me drejtësinë, siç ishte edhe rasti i sotshëm.